Ja, Türkei hat Po ekipa e Turqisë është shumë e fortë, po ashtu edhe në aspektin e disa lojtarëve individual siç janë Yıldız, Güler, Çağanoğlu, janë shumë lojtarë kvalitativ, mirë po edhe ne jemi të tillë. Tani kemi arritur në finale me shumë merita. Sot kemi pashtu ushtrime ku mund të përgatitemi shtesë. Mendoj që shancat janë 50-50. Ne do të bëjmë të pamundren, do të japim gjithçka që të vendosim lojën për ne. Unë kam besim shumë të madh të gjithë lojtarët, po ashtu edhe të Zhirkova. Mirë po, secila lojë është një histori në vete dhe duhet vendosja aty se si lojtarët do t'i inkuadroj. Për shembull, te loja me Slovakinë kemi pasur rastin që ata luajnë me topa të gjatë dhe kemi pasur nevojë për një lojtar shtatë gjatë. Kanë qenë disa situata standarde, ndërsa nesër për shembull ka mundësi që Edun do të luajë që nga fillimi apo do ta ndrojë me Zhirkovën. Und insofern haben wir uns dann für Sabirca entschieden, aber